14 shkurti është dita e Shën Valentinit, ditë për dashurinë, që festohet duke dërguar lule, çokolata, dhurata simbolike, mesazhe dashurie për partnerët ose duke organizuar një drek, darkë apo piknik romantik. Sot në Lushnjë atmosferën e kësaj feste e shikoje vetëm tek vitrinat e dyqaneve, ku mbizotronin dhuratat, lulet më shumë me ngjyrë të kuqe, pasi në rrugë kishte pak çifte të dashuruarish, edhe pse është një nga ditët më të njohura dhe më të dashura të vitit. Por çfarë është dita e Shën Valentinit? Kjo ditë është e lidhur me figurën e Shën Valentinit, i peshk i njohur për jetën e tij të shenjtë dhe për hapjen e mesazhit të dashurisë, duke u dhuruar trëndafilat çifteve të fejuara për të uruar një bashkim të lumtur. Besohet se ai u martirizua më 14 shkurt të vitit 273 nën perandorin Aureliano në Rom për besimin e tij. Festa e Shën Valentinit mori kuptim më të gjerë me kalimin e viteve edhe u bë simboli dashurisë dhe përkushtimit mes njerëzve, duke ruajtur mesazhin se dashuria e vërtet kërkon sakrificë, besnikëri dhe dhurim të sinqertë ndaj tjetrit. Banorët e fshatit Sakraniri në Bashkim Fier kanë ngritur para ditën e sotme problematikën e rrugës së pakalueshme të Varrezave, gjë që vështirëson përcjelljen me dinjitet të njerëzve të dashur për në banesën e fundit. Ata pohojnë se segmenti rrugor prej 700 metrash është tërësisht i amortizuar në të gjithë gjatësinë e tij dhe nuk ka njohur kurrë investime, duke i detyruar banorët të mbajnë në krah njeriun e tyre të dashur drejt lamtumirës së fundit. Siç e patë edhe vetë, këtu në raste të tilla kur ndodhin fatkeqësira, ne nuk me zor të madh ngjitemi lart. Nuk është muhabeti të përmendim tëra ato anët negative çfarë ndodh, po në një kohë të keqe me shime ashtu neve sa me zikanojmë e marrim me hitin në krah që çojmë lart afërsisht 600-700 metra. Kështu ka qenë edhe këto çika mirëmbajtje neve i kemi bërë vetë me forcat tona, kështu që jemi ankuar një herë më përpara para një afërsisht po bëjmë një vit apo një vit e gjysmë. Zyrtarisht me fjalë, edhe nëpërmjet medjave, edhe gjë më sot s'është bërë asnjë. Si taksa pagues së rregull që jemi, të na shikohet edhe kjo puna e rrugës. E kemi shumë probleme rrugën e Varrezave, jemi ankuar tek administratori i zonës edhe nuk na pyet fare. Administratori i zonës, kryeplaku i fshatit nuk marrin pjesë në këto probleme të fshatit fare. Ne do të ngrihemi si fshat dhe do shkojmë te zyra e kryetarit të bashkisë. Ata pohojnë gjithashtu se përballë kësaj situate janë ankuar shpeshherë, por deri më sot situata mbetet e pandryshueshme. Të vetmin rrugë zgjidhje ata kanë parë solidarizimin për të investuar privatisht si fshat, për të mos e bërë përcjelljen e të ndjerit për në banesën e fundit një mision gati të pamundur. Janë 700 metro rrugë. Rruga jonë e Varrezave, e fshatit Sakrani i ri. Jemi ankuar tek administratori, e kemi akoma dhe video që ka folur administratori i komunës tonë. Të vini dhe të shikoni rrugën se do ta përfundojmë me rrë bituminoze ose asfalt. As e bërja as një gjë s'ka bërë. E pat rrugën edhe shumë e vështirë. Ata pohojnë gjithashtu se shpeshherë kërkojnë ndihmën e të rinjve të fshatit, pasi të moshuarit në këtë rrugë të pakalueshme nuk mund ta mbajnë arkmorti në krah. Ka ngelu mosha ime, unë jam 74 vjeç. S'pata mundësi të çonja nënën time lart. Po u mlodën 7-8 çuna e kanë ngritur në krah dhe ka qua lart. I marrëm na e keqja, i marrëm, i kemi jashtë hajde se s'ka kush na varrosi. Ndodhen 3-4 të rinj dhe 3-4 të rinj që ndodhen këtu, edhe ata s'ka mundësi. E marrën me hitin në krah dhe e çojnë lart. Banorët kërkojnë zgjidhje për riparimin e rrugës, por kanë theksuar se nëse nuk do të ketë reagim nga institucionet përgjegjëse, do të përshkallëzojnë protestën e tyre. Moti i paqëndrueshëm me shira dhe kthjellime në të gjithë territorin e vendit po na shoqëron këtë ditë. Sipas sinoptikanëve, gjatë ditëve në vijim do vazhdojnë rreshjet e herpasershme të shiut me intensitet kryesisht të ulët në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në relievet malore priten shtrëngata të shkurtra. Fermerët në Lushnjë shprehen jashtë kamerave të shqetësuar, pasi tremben nga rreshjet e shumta, të cilat përmbytin fushat e hapura dhe serat, siç ndodhi në janar, duke dëmtuar përfundimisht të mbjellat e stinës, siç ndodhi me luleshtrydhet. Shumë fermerë pranojnë që po përballen me punë të dyfisht dhe kosto të lartë për zëvendësimin e tyre. Sipas tyre, moti i paqëndrueshëm me shirat e dendur, temperatura të ftohta do të pengojnë arritjen e fidanëve të rimbjell e përrjedhoj prodhimet bujqësore vendase do të dalin vonë në treg. Megjithatë, sipas parashikimeve të Igjeum, rreshjet do të vazhdojnë, por nuk pritet të ketë intensitet të lartë dhe nuk parashikohen problematika sa i përket përmbytjeve. Prandaj mbani çadrat me vete, edhe pse moti sot parashikohet me kthjellime të herpasershme.
Në kuadër të javës së internetit të sigurt, policia e shtetit nëpërmjet drejtorisë së hetimit të krimit kibernetik dëshiron të përcjellë një apel të rëndësishëm për të miturit, prindrit dhe kujdestarët. Nga të dhënat e përfituara nëpërmjet bashkëpunimit me Qendrën Kombëtare për Fëmijët e Zhdukur dhe të Shfrytëzuar, një organizatë amerikane që bashkëpunon me agjencitë ligjzbatuese në mbar botën për identifikimin dhe raportimin e materialeve me përmbajtje të shfrytëzimit seksual të miturve në internet, rezulton një rritje shqetësuese e rasteve të raportuara. Gjatë vitit 2025, policia e shtetit ka marrë 5.707 raporte të referuara nga Qendra Kombëtare për Fëmijët e Zhdukur dhe të Shfrytëzuar që përkthehet në një mesatare prej rreth 475 raportesh në muaj. Ndërkaq, vetëm gjatë muajit janar të vitit 2026 janë administruar 655 raporte, duke treguar një rritje të ndjeshme të fenomenit. Në këtë kuadër, policia e shtetit apelon për prindrit që të monitorojnë dhe të jenë të vëmendshëm ndaj aktivitetit online të fëmijëve të tyre, të komunikojnë hapur me ta mbi rreziqet e internetit dhe rëndësinë e mbrojtjes së të dhënave personale, të përdorin mjete kontrolli dhe masa sigurie në pajisjet elektronik. Njëkohësisht apelojmë fuqishëm që prindrit dhe çdo qytetar të ruajnë privatësinë dhe intimitetin e fëmijëve të mitur, duke mos shpërndar apo ripostuar materiale të papërshtatshme. Këto përmbajtje identifikohen nga Qendra Kombëtare për Fëmijët e Zhdukur dhe të Shfrytëzuar përmes teknologjive të specializuara dhe të dhënat e poseduesve apo të shpërndarësve të tyre. I referohen policisë së shtetit për ndjekje të mëtejshme penale. Kancelari gjerman Friedrich Merz është ndalur te çështja e zgjerimit të Bashkimit Evropian pas një pyetjeje të ngritur nga presidenti i Malit të Zi, Jakov Milatović. Në një mesazh që i drejtoi qartazi vendeve të Ballkanit Perëndimor, Merz pranoi se BE-ja e ka vonuar pa të drejtë procesin e antarësimit të këtij rajoni. Kancelari theksoi se kjo qasje duhet rishikuar dhe u zotua se Gjermania do të angazhohet për ta nxitur zgjerimin, edhe pse ekziston rezistencë brenda vetë bllokut evropian. Po ndihem gjithmonë më i shqetësuar nga mënyra se si po sillemi ndaj vendeve tuaja. Na duhet një strategji e re. Nuk dua t'ju humbas. Ju jeni pjesë e kontinentit evropian dhe përrjedhoj potencialisht edhe pjesë e Bashkimit Evropian. Ka një elefant në dhomë, të gjithë e dim se kush e kundërshton këtë proces, por këtë ne duhet ta kapërcejmë. Mëtej, kancelari gjerman pranoi se hapja e kapitujve të rinj kërkon unanimitet në Këshillin Evropian, por theksoi se kjo pengesë duhet të kaluar. Pas zgjedhjeve që do të mbahen në prill, shpresoj që të jemi në gjendje të hapim kapitujt e ardhshëm dhe t'ju ofrojmë gjithnjë më shumë me Bashkimin Evropian deri në antarësim të plot. Merz foli edhe për ndryshimet globale, duke theksuar se bota nuk është më një polare. Roli udhëheqës i Shteteve të Bashkuara të Amerikës po sfidohet, u shpreh ai, ndërsa Kina po forcon pozitat e saj dhe mund të arrijë barazi ushtarake.